Gjendja e amureve të kalasë së Ulqinit po ngre gjithnjë më shumë shqetësime në opinionin publik. Në disa pjesë të saj janë vrejtur dëmtime të theksuara, çarje dhe shëmbje të pjesshme, ndërsa ndikimi i erozionit të detit dhe mungesa e ndërhyrjeve të rregullta restauruese kanë përkeqësuar situatën, duke qenë se kalaja përfaqëson një nga monumentet më të rëndësishme historike dhe turistike të Ulqinit. Çdo dëmtim i saj përbën jo vetëm humbje kulturore, por edhe rrezik për sigurinë e vizitorëve dhe banorëve që frekuentojnë zonën. Në një bisedë lidhur me këtë temë, kryetari i shoqatës Miq të Kalas theksoi se situata kërkon reagim të menjëhershëm institucional. Sipas tij, është e domosdoshme hartimi i një projekti të detajuar restaurimi, i mbështetur nga ekspertë të trashëgimisë kulturore dhe inxhinier ndërtimi, për të parandaluar dëmtime të pakthyeshme. Ai nënvizoi se çdo vonesë mund të çojë në pasoja më të mëdha dhe në kosto edhe më të larta për ndërhyrjen në të ardhmen. Sa serioze është aktualisht gjendja e amureve në pjesën e rrezikuar të kalasë së Ulqinit? Pyetja është në vend i shumë serioze, se po kalon viti i 4 po bëhet kur ka ra muri, edhe deri tash nuk është bë askur gjë, nuk është ndërmarr në rindërtimin e tij. Ne kemi bërë çmosën, kemi folë për televizione, kemi shkruar, gjithçka kemi bë që më u godit. Kanë ardhur të kur shlipët të Entit Republikan për mbrojtje të monumente të kulturës nga Cetinja, u procesashtë të thirrën, ta kanë ndërruar edhe emrin, po ju duheni të dini se për çdo herë kur ndrohen pushtetit, ndrohet edhe politika, ndrohen edhe ata, kështu si ata cilët kanë qenë atë këtu me të cilët kemi biseduar nuk janë më aty. Kështu si ata në fundit ju e dini edhe e din opinioni kena se ata merren vetëm me budhe me kotor. Për të edhe unë s'kam asnjë farë komunikimi me të se ata nuk na dojnë ne, në përgjithësi duhet mi kuptu se na tregojnë na majnë si një erk. A ekziston një raport zyrtar apo ekspertizë teknike për rrezikun e shëmbjes së murit që ju thatë që është kjo problematikë gati tash 4 vite? Nuk ka këtu askur gjë s'kanë bërë, asnjë farë planit askur gjë. Këtu lipet mu vu sqelet, lipet mu godit, muri lipet mu fillu për poshtit, mu çu, mu hek dheni, kështu si ka qenë deri bes këtu muri atje. Dheni cili ishte qitë në të vend aty kur është baj hoteli i famshëm atje mbrapa, mendojnë se ka mu baj dikur hotel, atëherën e ka ngarkuar edhe më tepër, kështu si edhe janë mbyll birët të cilët i ka muri, se mjeshtrat e vjetër i kanë ditë të gjithë ta punë dhe i kanë lanë birët kështu si uji i cili bjen me shi nuk metën, kështu edhe kala nuk metën, sa ata me qenë shina të mëdhej uji tanë deri të poshtë. Ashtu është fortifikacisht e ndërtuar kalaja. Pse ky problem vazhdon prej disa vitesh pa një zgjedhje konkrete? Çfarë e ndalon? Unë nuk di pse, pse s'ka kush me ba. Këtu lipet me komuna, luhet me ndërmarr masat, sepse na jemi në ingerencën e Entit Republikan për mbrojtje të monumente, por jemi në territorin e komunës së Ulqinit. Kështu si ata lipen me marr masa si me mujt me u bë kë mur, mund ndërtu për ndryshe, mund të gjitha ajo pjesë ekziston rrezikshmim me radhë të gjitha janë ndetë. A janë ndarë ndoshta edhe fonde për sanimin e mureve dhe kur pritet të fillojnë punimet? Fonde nuk ka, sa di, unë vetëm ambasada e Kosovës se ka nap një javë mas asaj 10.000 euro dhe ata pare kam një janë atje në komunë, kështu si fonde tjerë nuk ka këtu, s'mon me qenë. Këtu lipet mu organizu komuna me Entin Republikan të mbrojtje të monumente nga Cetinja edhe mi ba, ashtu si ka urdhëruar Zoti si lip. A paraqet kjo situatë rrezik për banorët dhe turistët që frekuentojnë këtë zonë të qytetit të vjetër? Rrezik ka gjithmonë sepse njerëzit janë gjithmonë të interesuar dhe afrohen edhe murit të ndajnën, afrohen nga ana Ciprit, sidomos këta të cilët shfrytëzojnë plazhin atje poshtë, kalojnë atë, afrohen atë, gjithmonë është rrezikshmi. Por për atë kemi na më tepërmit hekjen ose rrëzimin ose konvertimin e këtij objekti i cili ishte para shtëpive para syve tona tash 20 vjet, i cili e ka devastuar dhe ka ndru pamjen e kalas fare. Ky objekt kam dëgjuar janë gjetë pronarët dhe kanë nap një cifër prej mbi 1 milion si mund ta shesin. Unë sugjeroj kryetarit komunës si me i blej këtë edhe me ndërtu, me rrëzu ose me lan një kat mu ba një muzej
edhe mendoj si ish mirë disa institucionet komunës mundën e marrë këtu, në veçanti Qendra për Kulturë, mundet me pas zyret e veta këtu. Kultura e ka vendin në Kala, duhen të dinë të gjithë, dhe bedenet janë pamja e një qytetit. Kështu e ka pa me 1497 Arnold von Harfi, kur ka kalu të parit, ka pa bedenet i Kalas dhe ka mendu se këtu e ka gjithë parajsën. A ka bashkëpunime me institucione shtetërore apo ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore sa i përket këtij problemi? Unë mendoj se nuk ka. Vendi për takime është komuna, janë ne jemi shoqat jo qeveritare e cila mundohet që një pjesë e Kalasë, sipër me të hyrë në mbrojtjet e UNESCO-s. Na jemi kandiduar një herë, por nuk kemi kaluar, se ka kaluar San Giovanni, nga Kotori atje, kështu si nuk kemi në asnjë farë shpresë prej entit republikan. Ka stanë lypet të organet kompetente të komunës në territorin në cilit gjenden të gjithë të probleme me u interesu për Kalan. Se Kalaja është vend banimi i të gjithë neve, vendi i civilizimit, vendi i kulturës, vendi se pikturat e Kalas janë gjithësirën për najerë ku gjendet të turizmit, dhe nuk ka njeri i cili vjen në Ulqin e nuk vjen në Kala, të vizitojnë Kalan e Ulqin. Sa është dëmtuar deri tani struktura e mureve dhe çfarë pasojash mund të ketë nëse ndërhyhet urgjentisht? Ky ka pasoja se mundet me ra muri fare, për ndryshe ka këto shumë që ka mu ndërtu, sidomos kjo ana nga ana jugut në palatën Venecia, ku supozohet se mundet mu ka ditë muri, nuk është mirë se muri janë ata mundet me një farë injeksionet mundet mu regullu, por për lypen shumë mjetë, unë nuk mendoj se kemi në të holla mu ba ata, as komuna, as kërkush, por komuna lypet me intervenu në mënyrë në shtet, si me unda mjetet për, ashtu si danë për Kotor, për Budë, për gjithësirin qytet vjetër, përveç Ulqinit. Cilat janë ato shkaqe kryesore të degradimit, erozioni nga deti, mungesa mirëmbajtjes apo faktorët e tjerë? Ata janë ta faktorët e tjerë, mirëmbajtja nuk mundet të me u marrë parasysh se mirëmbajtja nësë mund të ma mirë se ishtë kështu, nuk mund të ndërhym në mure, në murane, nuk mund të hym në bedene, na mund të jemi ma të rregullt, ma të pastërt, ma të lërgom mbeturinat në për këta. Kemi traktorin tash, unë ja kam shkru kryetarit komunës një letër dhe kam kërku si ta traktorat me u hek për përdorimit, në fund me u hek disa muj, edhe me u ble aja mjeti elektrik, ashtu si e ka zotëri Kanore Sulbegu dhe Palata Venecia, ashtu si e ka të gjithë bregu i Malit Zi. Çfarë masash konkrete propozon shoqata juaj për të shpëtuar këtë pjesë të qytetit të vjetër? Shoqata janë propozon që të ndërtohet muri, se i ka kalu vaktit, është 4 vjet ish muri i ramur dhe i bjen për gjithë ditë ma tepër e ma tepër, dhe shoqata janë kërkon si kjo ndërtesë të zhduket. Unë mendoj se mundet me urzu një kat, dhe me atë kat kishte mu ba plotësua e dëshira jonë, edhe njëherë po e përses mund të bahat aty diçka. Komuna e cila mund tjetë pronar i kësaj, nëse e blen për pronarve, atëherë mundet me i regullu, ka arkitekte, ka njerëz të cilët munden me vendosë se çka mund të ndërtu, e ja kështu si është kjo tash, e cila ka devastu konkret fare pamjen e Kalas nga ana. A rrezikon Ulqini të humbas një pjesë të identitetit historik nëse kjo pjesë shembet? Qëse kja pjesë shembet nuk e hup Ulqini, te se kja ana anajnën pej këtë na shofin e ma tepër ka me met, por nuk është mirë të mbes shtu se bjen një pjesë e Kalas. Aja ishtë pjesa esenciale, aja ku është plazhi atje poshtë dhe ku jeton të gjithë në këtu. Na jemi banor të Kalas, duhet të dinë qytetarët e nderuar se na kemi ba çmosin që mas tërmetit katastrofal 79 të kthehemi në Kala. Ismail Bushati, Jakub Limanbegu dhe disa të tjerë duhen të përmendën dhe mos të harrohen kurrë, sepse ata kanë kontribut më të madh se askush tjetër. Kalaja Ulqinit nuk është vetëm një objekt i vjetër guri, ajo është simboli i identitetit, historisë dhe kujtesës kolektive të qytetit. Për këtë arsye, ruajtja e saj duhet të jetë prioritet i përbashkët i institucioneve, organizatave lokale dhe të gjithë komunitetit. Vetëm përmes bashkëpunimit dhe veprimeve konkrete mund të sigurohet që kjo pasuri e çmuar të qëndrojë fort dhe vizitueshme edhe për brezat që do të vijnë.